arrestimin dhe lirimin post arrestim nga e njëjta prokurori, kjo quhet legendlek. Ta legenda. A janë burra këta, burrat e ligjit. Burri i ligjit pa arrestoje, maja të arrestoje, çojmë po çajmë gjyq më valla. Ai ka për çfarë arrestonte? Ai kishte kërcënuar kë. Qëse i kishte kërcënuar, ky ishte një kërcënues i më çaj korbi e kupton. Pa i këtë shansi ka tani, s'po him faktit. Po a pretendojnë ta që i ka kanos. Çfarë për gjyq? Çfarë ndalore ka lamashma? Kjo është, domethënë, i lem ligjin se këtë ligji është shkel me të katra këmbët dhe ata zyrtarë që kanë bërë atë ndalim, arrestim, apo diun çfarë emri i kanë vënë, ata nuk duhet puthin më në zyrat e shtetit. Është minimumi që mund ndodhi. Nuk duhet të kenë më drejt firma ata, sa ata në smur psiqik. Dhe me smundja e tyre psiqike merren qaf një sistem të tërë. Dizekuilibri mendor, si mbajnë nervat, nëse prokurori nuk e mbajnë nervat në sallën e gjyqit, nëse prokurori mendon se në sallën e gjyqit këndon vetëm ai, ose ajo, kushdo qoftë, tregon që ka një problem me sistemin nervor. Dhe këtë gjë kjo nuk zgjidhet me kamomil. Do të marrin ilaçe, do të hapin rrugën. Të vinë tjerë që kanë nerva për ta bërë. Është fare thjesht kjo gjë. Sepse për çdo minutë të heqjes lirisë avokatit do paguajnë ata. Dikush do paguajë se çka kjo punë. Si i bëhet kjo një punoj si ligji mo? Imagjinoni çfarë i bën një hallaxhiu që s'ka haber fare. Imagjinoni çfarë bëjnë këta? Po të mos kesh pak haber dhe po të mos çohet një komunitet të tërë, detyrohemi gjithë të heqim dorë nga pjesëmarrja në seanca gjyqësore për të bind një të dizekuilibruar në prokurorinë e Elbasanit, ç'është kjo mo?